Altin Morina, ish oficeri Reneas, u arrestua nga policia e Tiranës këtë të premte pasi ishte shpadur në kërkim nga SPAK për akuzat e kultivimit të bimëve narkotike dhe përfshirjes të një grupi të strukturuar kriminal. Gjatë arrestimit, 45 vjeçari u gjeti u sekuestrua një armë zjarri pistolet. Po ashtu, gjatë operacionit u ndalua dhe drejtuesi i mjetit me cilën lëvizte Morina, 25 vjeçari me inicialet EH, i cili akuzohet për përkrajet e autorit krimit. Ish efektivi i Reneas dyshohet se ka bashkëpunuar me Durim Bamin në organizimin e kultivimit të bimëve narkotike në zonën e Niklës dhe Tapisës. Morina ishte arrestuar edhe më herët në mars të 2023-shit, kur në makinën e tij u gjetën 113.000 euro, por u lirua nga gjykata e Tiranës me detyrim paraqitje, pasi shpjegoi se parat ishin marrë nga një biznesmen për çështje personale. Emri i tij u rikthye në fokus gjatë operacionit Revanche në maj të 2024-s, ku u shpall në kërkim për lidhje me trafikun e drogës dhe përfshirjen e aktiviteteve kriminale. Operacioni Revanche goditi gjithsesi 7 grupe kriminale dhe çoi në lëshimin e 50 urdhër arresteve. Hetimi për lidhjen e Morinës me grupe të tilla kriminale kanë qenë të gjata dhe intensive, duke përfshirë analizën e disa provave dhe dëshmive që lidhen me aktivitete të jashtëligjshme. Aksioni i fundit i policisë dhe arrestimi i tij pritet të hellë më shumë dritë mbi aktivitetin e tij të palishëm dhe ndihmën që ai mund të ketë dhënë për grupet kriminale.